Gjatë një fluturimi të trazuar, një baba i raskapitur përpiqet të qetësojë foshnjën e tij me shikimesh gjykuese. Por gjithçka ndryshon kur një grua misterioze nga klasa e parë ofron ndihmë dhe transformon kaosin në qetësi. Ajo që fillon si një gjest i thjesht zbulon një lidhje të thellë që do të ndryshojë jetën e të treve përgjithmonë. Para se të dëgjoni këtë rrëfim të pabesueshëm, mos harroni të abonoheni në kanal për më shumë histori emocionuese. Turbulenca e shkundi avionin sikur të ishte një lodër në duart e një fëmije të paduruar. Marku shtrëngoi fort ndenjësen përpara tij, duke ndjer peshën e lodhjes në çdo muskull të trupit. 42 orë pa gjumë. Sytë e tij digjinin, të kuq dhe të ënjtur, pasqyrimi i një raskapitjeje që shkonte përtej fizikut. Në krah, Pietri qante me një intensitet që duke i pamundur për një foshnjë vetëm 10 muajsh. Fluturimi i natës midis Tiranës dhe Korçës po shndërrohej në një makth. Marku kishte hipur në avion direkt nga Varrezat, ende i veshur me të njëjtën këmishë të zhubravitur që kishte veshur në varrimin e Agnesës, vjerrës së tij, të vetmes person që e ndihmonte të kujdesej për vogëlushin Pietri që kur Ana ishte larguar. Komplikimet pas lindjes i kishin marrë gruan 8 muaj më parë, duke e lënë vetëm me një të porsalindur dhe një dhimbje që ende nuk dinte si ta mbante. Qarja e foshnjës jehoi në kabinën e avionit, duke zgjuar shikime mosmiratimi dhe pëshpëritje të irrituara nga pasagjerët e tjerë. Marku ndjente çdo shikim si një thik. Ai provonte gjithçka për të qetësuar djalin, duke e lëkundur butësisht, duke i kënduar me zë të ulët këngët që Ana i këndonte zakonisht, duke i ofruar biberonin që vogëlushi refuzonte me forcë. Të lutem, Pietri, të lutem, murmuriti ai, duke ndjer lotët që i formoheshin në sy. Babi është këtu, gjithçka është në rregull. Por asgjë nuk ishte në rregull. Asgjë nuk kishte qenë në rregull për një kohë të gjatë. Marku punonte si teknik kompjuteri në një qendër mirëmbajtjeje serverash, duke bërë turne të 2 fishta për të paguar faturat dhe kujdesin për Pietrin. Çdo ditë që kalonte, ai ndihej më i humbur, më i papërshtatshëm për detyrën e pamundur të qenit baba dhe nën në të njëjtën kohë. Foshnja e intensifikoi të qarat kur avioni kaloi nëpër një tjetër zonë turbulence. Marku ndjeu dëshpërimin që e pushtoi. Disa njerëz filluan të ankoheshin me zë të lartë sa ai mund t'i dëgjonte, komente për mungesë konsiderate dhe fëmijë në fluturime nate. Ai donte të zhdukej, donte që toka të hapej dhe ta gëlltiste së bashku me turpin dhe raskapitjen e tij. Ishte atëherë kur një hije u hodh mbi ndenjësen e tij. Marku ngriti syt dhe pa një grua elegante të ndalur në korridor. Ajo duhet të ishte rreth të 40-tave, e veshur me një xhaketë të pastër dhe me flokë kafe të rregulluar në mënyrë perfekte, edhe pas orësh fluturimi. Kishte diçka në qëndrimin e saj që rrezatonte autoritet dhe klasë, por sytë e saj kishin një shprehje të butë, pothuajse amtare. Më falni, tha ajo me zë të ulët dhe të kontrolluar, duke u përkulur pak drejt Markut. E di që mund të duket e çuditshme, por a mund ta mbaj unë? Marku e shikoi i hutuar. Gruaja kishte dalë nga klasa e parë, kjo ishte e qartë nga cilësia e rrobave të saj dhe nga besimi me të cilin lëvizte. Pse dikush si ajo do të shqetësohej për foshnjën e tij që qante? Unë nuk e di nëse. Marku belbëzoi, duke shtrënguar Pietrin pas gjoksit. Të lutem, këmbënguli ajo, dhe kishte diçka në zërin e saj që transmetonte një përvojë që Marku nuk mund ta identifikonte. Unë jam kujdesur për foshnja më parë. Ndoshta mund të ndihmoj. Kishte diçka në sytë e asaj gruaje, një thellësi që fliste për dhimbje të njohur, për net pa gjumë, për lot të derdhur në heshtje. Pa kuptuar plotësisht pse, Marku e pa veten duke i zgjatur Pietrin asaj. Faleminderit, murmuriti ai, duke i kaluar foshnjën në krahët e të panjohurës. Ajo që ndodhi më pas ishte pothuajse magjike. Gruaja e mbajti Pietrin me një natyralitet mbresëlënës, duke e rregulluar atë kundër gjoksit të saj në një mënyrë që Marku nuk kishte arritur kur ta zotëronte plotësisht. Ajo filloi ta lëkunte me lëvizje ritmike dhe të sakta, duke përshpëritur diçka shumë ulët që Marku të mund ta dëgjonte. Brenda sekondash, qarja e Pietrit u zvogëlua. Në më pak se një minutë, foshnja ishte plotësisht e qetë, duke e parë fikse fytyrën e gruas sikur ta njihte nga ndonjë jetë e mëparshme. Heshtja që u vendos në kabinë ishte pothuajse e prekshme. Pasagjerët e tjerë, të cilët pak çaste më parë hidhnin shikime të zemëruara në drejtim të Markut, tani shikonin skenën me një përzierje lehtësimi dhe kurioziteti. Marku ndihej sikur sapo kishte dëshmuar një mrekulli. Si e bëre, filloi të pyeste, por fjalët i vdiqën në fy.
Gruaja vazhdoi të lëkunte Pietrin, i cili tani lëshonte tinguj të vegjël të kënaqur. Sytë e saj ishin fiksuar te foshnja, por Marku vuri re diçka që e bëri të dridhej, lok të heshtur që i rridhnin në përfaqe. Unë jam kujdesur për një foshnjë dikur, tha ajo me zë të ulët, pa i hequr syt nga Pietri. Shumë kohë më parë. Por jo për shumë kohë. Marku ndjeu një shtrëngim në gjoks. Kishte një histori aty, një dhimbje që i bënte jehon të tijës. Ai donte të pyeste më shumë, por diçka në tonin e zërit të saj e ndaloi. Si e ka emrin, pyeti gruaja, duke ngritur më në fund syt drejt Markut. Pietri, u përgjigj ai. Pietri i Anës. Ana ishte gruaja ime. Gruaja tundi kokën ngadalë, sikur të kuptonte gjithçka që Marku nuk tha. Pietri është një emër i bukur. Dhe ti duhet të jesh një baba shumë i përkushtuar që po udhëton vetëm me të. Marku lëshoi një të qeshur të hidhur. I përkushtuar? Unë nuk e kam iden se çfarë po bëj. Punoj turne të 2 fishta, fle 3 orë në natë kur kam fat dhe megjithatë ndihem sikur po dështoj me të çdo ditë. Fakti që ti shqetësohesh kaq shumë tregon tashmë çfarë lloj babai je, tha ajo butësisht. Besom, shqetësimi është shenja e parë e dashurisë. Ata biseduan me përshpëritje gjatë pjesës së mbetur të fluturimit, ndërsa Pietri flinte paqësisht në krahët e gruas. Ajo tregoi se punonte në një kompani të madhe, udhëtonte shumë, por shmangu dhënien e detajeve. Marku, nga ana e tij, foli për frikërat e tij, për mënyrën se si ndihej i mbingarkuar dhe i papërshtatshëm, për mënyrën se si humbja e Anës kishte lënë një zbrazëti që ai nuk dinte si ta mbushte. Kishte diçka thellësisht ngushëlluese në praninë e asaj gruaje. Ajo dëgjonte pa gjykuar, ofronte fjalë inkurajimi kur ishte e përshtatshme, por kryesisht thjesht ishte aty, duke mbajtur djalin e tij sikur të ishte gjëja më natyrale në botë. Kur avioni filloi të përgatitej për ulje, ajo me delikatesë ia ktheu Pietrin në krahët e Markut. Foshnja protestoi lehtë, por shpejt u vendos kundër gjoksit të babait. Faleminderit, tha Marku, duke ndjerë se fjalët ishin të pamjaftueshme për të shprehur mirënjohjen e tij. Ti ma shpëtove mendjen sonte. Ajo buzëqeshi për herë të parë, një buzëqeshje e trisht por e sinqertë. Ishte kënaqësi të kujdesesha për të. Pietri është një foshnjë e veçantë. Unë as nuk e di emrin tënd, tha Marku, duke kuptuar papritur se kishte ndarë historinë e tij më intime me një të panjohur të plotë. Oliana, u përgjigj ajo, duke i zgjatur dorën. Dhe shpresoj që ti dhe Pietri të jeni mirë. Marku shtrëngoi dorën e saj, duke ndjerë një lidhje që nuk mund ta shpjegonte. Marku. Dhe shumë faleminderit, Oliana. Ti nuk e ke iden se çfarë ka nënkuptuar kjo për mua. Kur avioni u ul, Oliana u kthye shpejt në klasën e parë për të marrë gjërat e saj. Marku e vëzhgoi atë duke u larguar, duke ndjerë një ndjenjë të çuditshme humbjeje. Ajo grua ishte shfaqur në jetën e tij pikërisht në momentin kur ai kishte më shumë nevojë, kishte qetësuar djalin e tij në një mënyrë që ai vetë nuk mundej, dhe tani po zhdukej po aq shpejt sa ishte shfaqur. Ai mbaroi së rregulluari pak gjërat që kishte sjell në udhëtim, e vendosi Pietrin në karrocë dhe filloi të shkonte drejt daljes së avionit. Foshnja ishte e qetë, duke parë përreth me kuriozitet, sikur takimi me Olianën kishte ndryshuar diçka thelbësore në gjendjen e tij shpirtërore. Marku ende nuk e dinte, por ai takimi i rastësishëm në një fluturim nate ishte gati të transformonte jetët e tyre në mënyra që ai kur nuk mund t'i imagjinonte. Marku zbriti nga avioni ende duke përpunuar atë që kishte ndodhur gjatë fluturimit. Pietri flinte qetësisht në karrocë, një kontrast i thellë me gjendjen e agjitacionit në të cilën ndodhej vetëm disa orë më parë. Imazhi i Olianës që mbante djalin e tij me aq naturalitet vazhdonte të ishte i gjallë në mendjen e tij, së bashku me ndjenjen se kishte diçka më shumë pas asaj gruaje elegante. Ai shkoi drejt sallës së mbërritjeve, duke shtyrë karrocën mes pasagjerëve të tjerë që ecnin me nxitim drejt rripave të bagazheve. Aeroporti ishte i ngarkuar edhe në atë orë të vonë, me njerëz që mbërrinin dhe largoheshin, ribashkime emocionale dhe lamtumira melankolike që shpaloseshin rreth tij. Ishte atëherë kur Marku vuri re një trazim të pazakontë pranë daljes së klasës së parë. Kishte një grup të vogël njerëzish me kamera dhe filluan të shkrepnin blicet. Paparazzi. Marku rrudhi ballin, duke u pyetur se çfarë celebriteti mund të ishte në atë fluturim. Ai kur nuk i kushtonte shumë vëmendje këtij lloji gjëje, por kurioziteti e bëri të ngadalësonte hapin. Dhe atëherë e pa.
Oliana dilte nga zona VIP, duke ecur me të njëjtin qëndrim elegant që kishte treguar gjatë fluturimit, por tani e rrethuar nga roje sigurie diskrete dhe nga shkëlqimi I pandërprer I blicave. Marku ndaloi papritur, pothuajse duke u rrëzuar me karrocën e tij. Fotografët bërtisnin pyetje ndërsa ajo ecte. Oliana Aliu. A konfirmoni thashe themet për bashkimin e kompanisë? A është e vërtetë që do të dilni në pension? Kush ishte burri me foshnjën në fluturim? Marku ndiu gjakun t'i ngrije. Oliana Aliu. Këtë emër e njihte. Edhe dikush që nuk ndiqte botën e biznesit e dinte kush ishte Oliana Aliu. Ajo ishte një nga drejtueset më të fuqishme të Shqipërisë, CEO e një prej kompanive më të mëdha të mbrojtjes dhe teknologjisë hapësinore në Ballkan. Media e quante mbretëresha e akullt për reputacionin e saj si e pamëshirshme në biznes dhe jashtëzakonisht e rezervuar në jetën e saj personale. Dhe e njëjta grua kishte mbajtur Pietrin në krahët e saj gjatë fluturimit, kishte biseduar me të sikur të ishin miq të vjetër, kishte qarë në heshtje ndërsa lëkunte djalin e tij. Marku mbeti I paralizuar duke vëzhguar skenën që shpalosej. Ishte atëherë kur një nga fotografët e vuri re. Burri ktheu kamerën në drejtim të Markut dhe Pietrit dhe blicet filluan të shkrepnin edhe në drejtim të tij. Është ai. Është babai I foshnjës, bërtiti një nga paparazzi. Oliana Aliu ka një fëmijë sekret? Situata shpejt u kthye në kaos. Më shumë fotograf u kthyen drejt Markut, I cili u gjeti rrethuar nga kamera dhe pyetje të bërtitura. Pietri u zgjua nga trazimi dhe filloi të qante, I trembur nga blicet dhe të bërtiturat. Ju lutem, na lini të qetë, kërkoi Marku, duke u përpjekur të mbronte Pietrin nga blicet ndërsa shtynte karrocën në përpjekje për t'i shpëtuar turmës. Ne nuk kemi asgjë të përbashkët me këtë. Por paparazzi nuk u tërhoqen. Pyetjet u bën më invazive. Sa kohë keni bashkë? A është foshnja e saj? Pse e fsheu shtatzënin? Marku u ndjej I dëshpëruar. Pietri qante gjithnjë e më me zë të lartë dhe ai nuk dinte si të dilte nga ajo situatë. Ishte atëherë kur ndjeu një dorë të fortë në shpatullën e tij. E jani me mua, tha Oliana, duke u shfaqur pranë tij sikur të ishte materializuar nga hiçi. Ajo I shtrëngoi krahun me forcë dhe filloi të hapte rrugën mes fotografëve. Lërini të kalojnë, urdhëroi me autoritet. Rojet e sigurisë së Olianës formuan një barierë njerëzore rreth Markut dhe Pietrit, duke I lejuar ata të shkonin drejt një daljeje anësore. Marku e la veten të udhëhiqej, ende në shok nga zbulimi I identitetit të vërtet të Olianës. Ata arritën në një makinë të blinduar të zezë që po priste jashtë. Një shofer me uniform hapi derën dhe Oliana I bëri shenjë Markut të hynte. Nuk mundem, protestoi ai. Kjo do t'i bëj gjërat më keq. Ata do të mendojnë se ne kemi vërtet diçka. Ata tashmë e mendojnë këtë, u përgjigj Oliana në mënyrë pragmatike. Dhe sinqerisht, në këtë moment, kjo është gjëja më pak e rëndësishme. Ti duhet të dalësh nga këtu dhe unë duhet të sigurohem që ju jeni të sigurt. Pietri vazhdonte të qante, qartazi I shqetësuar nga konfuzioni. Marku shikoi fytyrën e djalit të tij, të kuqe nga të qarat dhe mori një vendim. Hyri në makinë, ende duke mbajtur Pietrin në krah. Oliana hyri pas tij dhe shoferi menjëherë u largua nga aeroporti, duke lënë pas blicet dhe trazimin. Brenda makinës ishte luksoze dhe e heshtur, një kontrast I thellë me kaosin që sapo kishin lënë pas. Më vjen shumë keq, tha Oliana sapo u larguan nga aeroporti. Nuk e imagjinoja që kjo do të ndodhte. Ata duhet të më kenë njohur gjatë fluturimit. Marku po përpiqej të qetësonte Pietrin, I cili pak nga pak po ndalonte së qari në ambientin e qetë të makinës. Ti je Oliana Aliu, tha ai, ende duke përpunuar informacionin. Oliana Aliu e vërtet. Po, konfirmoi ajo thjesht. Por a ndryshon kjo diçka për atë që ndodhi në fluturim? Marku e shikoi duke studiuar fytyrën e saj. Edhe pse e dinte kush ishte, ai ende mund të shihte të njëjtën grua që kishte mbajtur Pietrin me aq dashuri. Jo, tha ai me sinqeritet. Por shpjegon pse ti dukej kaq e sigurt. Kaq nën kontroll. Oliana buzëqeshi lehtë. Kontrolli është një iluzion që ne kultivojmë për të mbijetuar në botën e biznesit. Por duke mbajtur Pietrin sonte ka kohë që nuk jam ndier kaq nën kontroll të diçkaje që vërtet ka rëndësi. Ata udhëtuan në heshtje për disa minuta, ndërsa Pietri më në fund qetësohej në krahët e babait.
Marku vuri re se po shkonin në drejtim të kundërt me shtëpinë e tij. Ku po shkojmë? Pyeti ai. Ka diçka që do të doja të verifikoja së pari, tha Oliana, duke hezituar. Gjatë fluturimit, vura re se Pietri kishte frymëmarrjen paksa të çrregullt gjatë episodeve të qarjes. Mund të mos jetë asgjë, por ka një klinikë të specializuar këtu pranë aeroportit. Do të ishte vetëm një kontroll i shpejtë. Marku rudhi ballin. Ai është mirë. Është vetëm lodhje dhe stresi i udhëtimit. Ndoshta ke të drejtë, u pajtua Oliana. Por unë do të ndihesha më e qetë nëse një specialist do ta shite. Ju lutem, është vetëm për t'u siguruar. Kishte diçka në zërin e saj që e bëri Markun të hezitonte. Një urgjencë delikate, pothuajse e padukshme, por ishte aty. A keni vënë re diçka specifike? Pyeti ai. Oliana shikoi nga dritarja para se të përgjigjej. Unë e kam parë këtë lloj modeli frymëmarrjeje më parë. Ndoshta nuk është asgjë, por kur bëhet fjalë për foshnja, është më mirë të jesh shumë i kujdesshëm. Marku studioi fytyrën e Olianës duke kuptuar se kishte më shumë histori pas atyre fjalëve. Përvoja që ajo kishte përmendur vagull gjatë fluturimit fillonte të kishte më shumë kuptim. Mirë, tha më në fund. Por unë do ta paguaj konsultën. Marku. Unë do ta paguaj, përsëriti ai me vendosmëri. Ti ke bërë tashmë shumë. Oliana tundi kokën duke respektuar pozicionin e tij, megjithse Marku mund të shihte se ajo donte të diskutonte. Klinika ishte një ndërtesë moderne dhe diskrete, qartazi e drejtuar për pacient me fuqi të lartë blerëse. Oliana foli me recepcionisten me zë të ulët dhe brenda pak minutash ata u futën në një dhomë ekzaminimi. Pediatri ishte një burr në moshë të mesme me një sjellje të butë dhe me përvojë. Ai e ekzaminoi Pietrin me kujdes duke bërë disa pyetje rreth zakoneve të gjumit, ushqyerjes dhe sjelljes së foshnjës. Ka shenja të një ndjeshmërie të lehtë respiratore, tha mjeku pasi përfundoi ekzaminimin. Asgjë serioze, por që mund të shpjegoj agitacionin gjatë fluturimit. Presioni i kabinës dhe mjedisi i mbyllur mund të kenë intensifikuar shqetësimin. Marku ndiu stomakun t'i shtrëngoi. A është serioze? Ka nevojë për trajtim? Është lehtësisht e trajtueshme, qetësoi mjeku. Me ilaçin e duhur dhe disa ndryshime të thjeshta në rutinë, ai do të ndihet shumë më mirë. Por është e rëndësishme të bëhet ndjekja. Mjeku përshkroi një trajtim dhe caktoi kontrolle të rregullta. Kur erdhi koha për të paguar, Marku zbuloi se Oliana kishte zgjidhur në mënyrë diskrete të gjitha çështjet financiare, ndërsa ai ishte i fokusuar te shpjegimet mjekësore. Thash se do ta paguaja, protestoi Marku kur dolën nga klinika. Dhe ti mund të më paguash kur të duash, u përgjigj Oliana qetësisht. Por Pietri kishte nevojë për kujdes tani dhe detajet burokratike nuk duhet ta vononin këtë. Marku e shikoi duke kuptuar se të diskutonte do të ishte e kohë. Pse po e bën këtë? Ti as nuk na njeh. Oliana ndaloi se ecuri dhe u kthye për ta parë. Për një moment, Marku pa një cenueshmëri në sytë e saj që kontrastonte plotësisht me reputacionin e saj publik. Sepse e di si është të ndihesh se diçka nuk shkon dhe të mos mund të veprosh në kohë, tha ajo, zëri i ngarkuar me një dhimbje të vjetër. Dhe këtë herë, unë munda të veproja. Makina i çoi deri në shtëpinë e Markut, një apartament modest në një lagje të klasës së mesme. Kur ndaluam para ndërtesës, Oliana hezitoi para se të fliste. Marku, për atë që ndodhi në aeroport media mund të përpiqet të kërkojë. Nëse ke nevojë për ndihmë me këtë ose me ndonjë gjë tjetër lidhur me trajtimin e Pietrit, ke kartën time. Ajo i zgjati një kartë elegante me vetëm një numër telefoni. Nuk dua bamirësinë tënde, tha Marku, megjithse e mori kartën. Nuk është bamirësi, u përgjigj Oliana. Është mirënjohje. Ka shumë kohë që nuk jam ndjerë e dobishme në një mënyrë që vërtet ka rëndësi. Marku zbriti nga makina me Pietrin dhe bagazhet e tij, duke vëzhguar automjetin që zhdukej në natë. Ai shikoi kartën në duart e tij, ende duke përpunuar gjithçka që kishte ndodhur në orët e fundit. Brenda shtëpisë, ndërsa e vendoste Pietrin në gjumë me ilaçin e ri, Marku reflektoi mbi ngjarjet e natës. Një nga gratë më të fuqishme të Shqipërisë ishte shfaqur në jetën e tij pikërisht në momentin kur ai kishte më shumë nevojë, ishte kujdesur për djalin e tij sikur të ishte i saj. Dhe tani kishte siguruar që Pietri të merrte trajtimin mjekësor më të mirë të mundshëm.
Dhe sado e pabesueshme të dukej, Marku ndjente se ai takim sapo kishte filluar. 2 muaj kaluan që nga ajo natë transformuese në avion. Marku kishte rifilluar rutinën e tij të punës, por tani me Pietrin dukshëm më të qetë fal trajtimit të përshkruar nga pediatri. Foshnja flinte më mirë, qante më pak, dhe Marku ndjente se më në fund po fillonte të gjente një ekuilibër në jetën e tij si baba i vetëm. Trajtimi kishte funksionuar në mënyrë perfekte dhe konsultimet e ndjekjes tregonin se Pietri po zhvillohej në mënyrë të shëndetshme dhe normale. Marku paguante me rregull çdo konsult, i vendosur të ruante pavarësinë e tij financiare, edhe nëse kjo nënkuptonte të bënte edhe më shumë orë shtesë në qendrën e serverave. Gjatë këtyre 2 muajve, Marku kishte menduar për Olianën më shpesh se sa do të donte të pranonte. Karta e saj ruhej në portofolin e tij, por ai nuk kishte gjetur kur kurajen për të telefonuar. Çfarë do të thoshte? Si do ta falënderonte siç duhet? Dhe më e rëndësishmja, pse një grua me jetën e saj do të shqetësohej të mbante kontakte me dikë si ai? Lajmet për takimin në aeroport kishin qarkulluar në internet për disa javë, me tituj spekulativ për një romancë të mundshme sekrete midis drejtueses dhe një burri misterios. Fatmirësisht, paparazzi nuk kishin arritur ta identifikonin plotësisht Markun, dhe interesi publik shpejt u kthye te skandale të tjera. Ishte një e njëjtë pasdite kur ra telefoni. Marku ishte në shtëpi duke shfrytëzuar një ditë të rrallë pushimi për të organizuar gjërat dhe për të kaluar kohë me Pietrin, i cili luante në tapetin e dhomës së ndenjes me disa lodra të thjeshta. Alo, u përgjigj ai, duke pritur që të ishte ndonjë faturë ose telemarketing. Marku? Këtu është Oliana. Oliana Aliu. Marku pothuajse e lëshoi telefonin. Zëri i saj ishte i pagabueshëm, edhe përmes linjës telefonike, ai toni kontrolluar por i ngrohtë që ai kishte memorizuar gjatë fluturimit. Oliana, tha ai, duke u përpjekur të fshehte surprizën. Si je? Mirë, faleminderit. Po Pietri? Si ndihet ai? Shumë më mirë, u përgjigj Marku, duke parë foshnjën që dukej se po dëgjonte bisedën me kuriozitet. Trajtimi funksionoi në mënyrë perfekte. Ai është më i qetë, fle gjithë natën tani. Sa mirë, tha Oliana, dhe Marku mund të dëgjonte lehtësimin e sinqert në zërin e saj. Unë kam menduar për ju. Për atë se si ishte Pietri atë ditë. Kishte një pauzë dhe Marku vuri re se ajo po hezitonte. Oliana, a është gjithçka në rregull? Ti dukesh e shqetësuar. Marku, e di që kjo mund të duket e çuditshme, por a mund të takohemi për të biseduar? Nuk është asgjë urgjente, por ka diçka që do të doja të diskutoj me ty. Marku ndjeu zemrën t'i shpejtohej. Sigurisht. Kur? Ku? Po nesër? Një kafene të vogël dhe diskrete në qendër të qytetit. Asgjë shumë formale ose tërheqëse. Ata u morën vesh për takimin për pasditën e vonë të ditës tjetër. Pasi mbylli telefonin, Marku qëndroi duke parë telefonin, duke imagjinuar se çfarë mund të donte të bisedonte Oliana. Pietri u zvarri deri te ai dhe i tërhoqi pantallonat, sikur donte vëmendjen e tij. Çfarë mendon ti, Pietri? Pyeti Marku, duke e marrë djalin në krah. Zonja që u kujdes për ty në avion dëshiron të na shohë përsëri. Pietri thjesht buzëqeshi, duke belbëzuar disa tinguj të pakuptueshëm që Marku i interpretoi si miratim. Mëngjesin tjetër, Marku e pa veten duke ndëruar rroba 3 herë para se të dilte nga shtëpia. Ai nuk e kuptonte pse ishte kaq nervoz. Ishte thjesht një takim i rastësishëm për të biseduar, asgjë më shumë. Por kishte diçka te Oliana që e bënte të shqetësohej, një ndjenjë se prania e saj kishte fuqinë të ndryshonte gjërat në mënyra që ai nuk mund t'i parashikonte. Ai arriti në kafene 15 minuta më herët, duke mbajtur Pietrin në kangurun që kishte trashëguar nga ana. Vendi ishte saktësisht siç e kishte përshkruar Oliana, i vogël, mikpritës dhe diskret, i frekuentuar kryesisht nga studentë dhe profesionistë të lirë që punonin me laptop. Marku zgjodhi një tavolinë në fund të kafenes dhe porositi një kafe të thjeshtë, duke rregulluar Pietrin rehat në kanguru. Foshnja vëzhgonte me kuriozitet lëvizjen përreth, her pas here duke zgjatur duart e vogla drejt klientëve të tjerë. Oliana mbërriti në kohë, por Marku pothuajse nuk e njohu fillimisht. Ajo kishte veshur xhinse të errëta dhe një pulover të thjeshtë, me flokët e lëshuar dhe pa grim të hollësishëm. Dukej më e re, më e cenueshme, krejtësisht ndryshe nga drejtuesja e pamëshirshme që ai kishte parë në fotot e gazetave.
Përshëndetje, tha ajo, duke ju afruar tavolinës me një buzëqeshje hezituese. Përshëndetje, u përgjigj Marku, duke u ngritur për ta përshëndetur. Ti dukesh ndryshe. Oliana qeshi butësisht. Imagjino. Ndonjëherë edhe mbretëreshat e akullit kanë ditë pushimi. Ata u ulën dhe Oliana porositi një çaj. Pietri menjëherë u gëzua kur e pa, duke i zgjatur krahët drejt saj me një buzëqeshje të gjerë. Dikush e kujton tezën Oliana, bëri shaka ajo, duke pranuar ftesën implicite dhe duke zgjatur gishtin që Pietri ta kapte. Sa është rritur? Është shumë më i fortë. Po, ilaçi bëri një ndryshim të madh, tha Marku. Nuk di si të falenderoj për atë që bëre. Nëse ti nuk do ta kishe vënë re problemin respirator, ti do ta vëreje eventualisht, e ndërpreu Oliana. Ti je një baba i mirë, Marku. Kjo është e qartë për çdo që vëzhgon se si kujdesesh për të. Marku ndiu një ngrohtësi në gjoks nga komplimenti. Disa ditë nuk jam kaq i sigurt për këtë. Prindërit e mirë janë pikërisht ata që dyshojnë, tha Oliana, duke vëzhguar Pietrin me një shprehje melankolike. Shqetësimi është provë dashurie. Ata biseduan për gjëra të zakonshme për disa minuta, por Marku vuri re se Oliana ishte e shqetësuar, sikur po mblidhte kurajen për të thënë diçka të rëndësishme. Marku, tha ajo më në fund, unë duhet të tregoj pse vërtet kërkova të takoheshim. Imagjinoja se nuk ishte vetëm për të pyetur për Pietrin, tha ai, duke u përpjekur të mbante një ton të lehtë. Oliana pshertiu, duke luajtur me çajin pa e pirë. Unë po kaloj një moment të komplikuar në karrierën time. Ka një vendim të rëndësishëm që duhet të marr, dhe që nga ajo natë në avion, nuk mund të ndalem së menduari për disa gjëra. Marku priti në heshtje, duke kuptuar se ajo kishte nevojë për kohë për të organizuar mendimet. Kompania ime ka marrë një propozim bashkimi me një multinacionale evropiane, vazhdoi Oliana. Është një mundësi miliardere që do ta transformonte kompaninë në më të madhen e sektorit në Ballkan. Do të ishte kulmi i karrierës sime. Por, inkurajoi Marku, duke kuptuar se kishte diçka më shumë. Por bashkimi do të kërkonte shkurtime drastike të personelit, zhvendosje të operacioneve jashtë vendit dhe në thelb do të transformonte gjithçka që kam ndërtuar gjatë 15 viteve të fundit në një degë të një kompanie të huaj. Marku tundi kokën, duke filluar të kuptonte dilemën. Dhe ti nuk e do këtë. Unë gjithmonë kam menduar se e doja, pranoi Oliana. Fuqi, rritje, fitim maksimal. Por pas asaj nate me ju pasi mbajta Pietrin dhe bisedova me ty për prindërimin, për humbjen, për atë që vërtet ka rëndësi, unë fillova të pyesja veten nëse kjo rrugë ende ka kuptim për mua. Pietri zgjodhi këtë moment për të lëshuar një klithmë të vogël gëzimi, duke u përpjekur të arrinte filxhanin e çajit të Olianës. Ajo buzëqeshi dhe u largua nga filxhani, duke e lejuar foshnjën të luante me gishtat e saj. A e di çfarë më mbetet më shumë në mendje nga ajo natë? Pyeti Oliana, duke parë Pietrin. Ishte hera e parë në vite që unë ndjeva vërtet e dobishme. Jo e dobishme për aksionerët apo për rezultatet tremujore, por e dobishme për një person real në një situatë reale. Marku ndjeu një val emocionesh. Pietri gjithashtu reagoi ndaj teje në një mënyrë që unë nuk e kisha parë kurrë. Është sikur ju të keni një lidhje të veçantë. Fëmijët ndjejnë gjëra që ne të rriturit ndonjëherë i humbim, tha Oliana butësisht. Ata njohin autenticitetin. Dhe cila është opsioni tjetër? Pyeti Marku. Nëse nuk e pranon bashkimin? Oliana mori frym thellë para se të përgjigjej. Ta transformoj kompaninë në diçka tjetër. Të fokusohem në projekte që vërtet bëjnë ndryshim, teknologji për spitale, sisteme sigurie për shkolla, pajisje për programe sociale. Do të ishte shumë më pak fitimpruese, por do të ishte domethënëse. Duket sikur ti tashmë e di çfarë do të bësh, vuri re Marku. Koka ime e di, tha Oliana. Zemra ime gjithashtu. Por është një vendim që do të ndikojë qindra punonjës, miliona investime. Nuk mund ta bazoj një zgjedhje të tillë vetëm në ndjenja. Pietri filloi të bëhej i shqetësuar dhe Marku e rregulloi më mirë në kanguru. A mund të pyes diçka? Pse po ma tregon këtë mua? Dua të them, ti duhet të kesh këshilltar, mentor, njerëz shumë më të kualifikuar se unë për të diskutuar këtë lloj vendimi. Oliana buzëqeshi trishtueshëm. Pikërisht për këtë. Të gjithë në jetën time kanë interes në një vendim ose në një tjetër. Investitor, punonjës, bord drejtorësh.
Ti je I vetmi person që njoh që nuk ka absolutisht asgjë për të fituar nga zgjedhja ime. Marku shqyrtoi fjalët e saj. Po sikur unë të kisha një mendim, a do ta merrje vërtet në konsiderat? Nuk do të kisha kërkuar të takoheshim nëse nuk do të isha e interesuar për atë që mendon ti, u përgjigj Oliana me sinqeritet. Marku shikoi Pietrin, I cili tani po flinte në kanguru, I lëkundur nga lëvizja e butë e bisedës. Ana gjithmonë thoshte se vendimet më të mira janë ato që na lejojnë të shohim veten në pasqyrë pa shmangur syt, tha më në fund. Nëse ti zgjedh paratë dhe pushtetin, a do të mund të shohësh veten në pasqyrë pas 5 vitesh? Oliana mbeti në heshtje për një kohë të gjatë, duke përpunuar fjalët e Markut. Ana duket se ka qenë një grua shumë e mençur. Ishte, konfirmoi Marku. Dhe ajo gjithashtu thoshte se kur jemi vërtet të humbur, përgjigjet zakonisht vijnë nga vendet më të papritura. Si një takim I rastësishëm në një fluturim nate, pyeti Oliana me një buzëqeshje. Pikërisht si një takim I rastësishëm në një fluturim nate, u pajtua Marku. Ata I mbaruan pijet në një atmosferë më të relaksuar, duke biseduar për tema më të lehta. Kur erdhi koha për t'u larguar, Oliana hezitoi para se të ngrihej. Marku, a mund të pyes diçka që mund të tingëllojë e çuditshme? Sigurisht. Ti a do të doje që unë të isha pjesë e jetës së Pietrit në ndonjë mënyrë? Dua të them, jo në mënyrë ndërhyrëse, por ndoshta takime të herpashershme si ky? Ndihem se ka diçka të veçantë mes nesh të treve dhe nuk dua ta humbas këtë. Marku ndjeu zemrën t'i shpejtohej. Perspektiva e të pasurit Oliana më të pranishme në jetën e tyre ishte njëkohësisht emocionuese dhe frikësuese. Do të doja këtë, tha ai me sinqeritet. Pietri qartazi të pëlqen ty dhe unë gjithashtu. Oliana buzëqeshja e parë vërtet rrezatuese që ai kishte parë prej saj. Sa mirë. Sepse kisha frikë se ti mund ta quaje të papërshtatshme. E vetmja gjë e papërshtatshme do të ishte t'i privoje Pietrit shoqërinë e dikujt që qartazi kujdeset për të, tha Marku. Kur u përshëndetën në daljen e kafenes, Marku ndjeu se diçka thelbësore kishte ndryshuar mes tyre. Nuk ishte më vetëm mirënjohje apo rrethan që I lidhte. Ishte fillimi I diçkaje të re, diçkaje që asnjëri prej tyre nuk mund ta emërtonte plotësisht, por që të dy e njihnin si shumë të vlefshme për t'u injoruar. 3 javë kaluan që nga takimi në kafene, dhe Marku vuri re se jeta e tij kishte marrë një dimension të ri. Oliana kishte filluar t'i vizitonte rregullisht, gjithmonë në mënyrë diskrete dhe respektuese. Ajo shfaqej në pasditeve të vona, pas punës së Markut, dhe gradualisht u bë pjesë e rutinës së Pietrit. Ajo që e impresiononte më shumë Markun ishte naturaliteti me të cilin Oliana përshtatej me nevojat e një foshnjeje. Ajo mësoi të përgatiste biberona në temperaturën e duhur, të ndëronte pelenat pa bërë grimasa dhe kryesisht të interpretonte llojet e ndryshme të qarjes së Pietrit në një mënyrë që ndonjëherë të I kalonte edhe aftësitë e vet babait. Atë pasdite të së premtes, Marku mbërriti në shtëpi pas një turni veçanërisht të lodhshëm për të gjetur Olianën ulur në dyshemen e dhomës së ndenjes, duke montuar bloqe me ngjyra me Pietrin. Foshnja qeshte me zë të lartë sa herë që kulla e bloqeve rrëzohej dhe Oliana qeshte bashkë me të, një tingull që Marku po mësonte ta vlerësonte pa mas. Si keni hyrë, pyeti Marku, duke vënë çantën në dysheme dhe duke vëzhguar skenën me një buzëqeshje. Zonja Fina më la të hyja, shpjegoi Oliana, duke ju referuar fëmijës së moshuar që ndonjëherë ndihmonte në kujdesin për Pietrin. Pietri po qante dhe ajo mendoi se unë mund të ndihmoja. Marku tundi kokën. Zonja Fina ishte bërë një lloj gjysheje adoptuese për Pietrin, dhe ajo qartazi e miratonte praninë e Olianës në jetën e tyre. Dhe ja dole, pyeti Marku, duke u ulur pranë tyre në dysheme. Ja dola, tha Oliana, duke e marrë Pietrin në krah kur ai u zvarrit drejt saj. Por mendoi se ai kishte vetëm mall për babin. Pietri u shtri drejt Markut, I cili e mori në krahët e tij. Përshëndetje, dashuria ime. Si e kalove ditën me tezen Oliana? Ne shkuam në park, tha Oliana. Dhe Pietri bëri një mik të ri, një golden retriever të quajtur Luan që I përket një çifti të moshuarish që bëjnë shëtitje çdo pasdite. Marku vëzhgoi fytyrën e Olianës ndërsa ajo fliste për ditën me Pietrin. Kishte një lehtësi aty që kontrastonte me gruan e tensionuar që ai kishte takuar në kafene disa javë më parë. A e morët vendimin për bashkimin, pyeti ai. Buzëqeshja e Olianës u zbeh paksa. E mora. Do ta refuzoj ofertën të hënën.
Si ndihesh për këtë? E tmerruar, pranoi ajo me sinqeritet. Por gjithashtu e lehtësuar. Është vendimi i parë i rëndësishëm që marr bazuar në atë që unë vërtet besoj se është e drejtë, jo në atë që është më fitimpruese. Marku ndjeu një val krenarie për të. Ana do të ishte krenare për ty. Ti mendon, pyeti Oliana, duke u dukur vërtet e interesuar për mendimin e tij rreth gruas së tij të ndjerë. Jam i sigurt, tha Marku. Ajo gjithmonë besonte se njerëzit më të fortë janë ata që mund të ndryshojnë drejtim kur zbulojnë se janë në rrugën e gabuar. Pietri filloi të bëhej i shqetësuar duke sinjalizuar se kishte uri. Marku u ngrit për të përgatitur biberonin, por Oliana e parapriu. Lëre, e bëj unë, tha ajo. Ti je i lodhur. Ndërsa Oliana përgatiste biberonin në kuzhinë, Marku vëzhgoi Pietrin, i cili luante me këmbët e veta në tapet. Ishte surreal si kishte ndryshuar jeta e tij në muajt e fundit. Prania e Olianës kishte sjell jo vetëm mbështetje praktike, por edhe një ndjenjë të plotësimi që ai nuk e dinte se i mungonte. Marku, tha Oliana, duke u kthyer nga kuzhina me biberonin. A mund të tregoj diçka? Ajo u ul pranë tij dhe nxori një zarf nga xhepi. A të kujtohet kur the se Ana besonte se përgjigjet vijnë nga vendet më të papritura? Marku tundi kokën duke marrë biberonin dhe duke filluar të ushqente Pietrin. E po, ti dhe Pietri ishit një përgjigje që unë nuk e dija se po kërkoja, vazhdoi Oliana. Dhe kjo më bëri të mendoja si mund të shpaguaja, jo vetëm juve, por edhe familjeve të tjera që mund të jenë duke kaluar të njëjtat vështirësi. Ajo hapi zarfin dhe nxori disa dokumente. Unë dua të krijoj një pavion pediatrik të specializuar në Spitalin Bashkiak. Një pavion i dedikuar specifikisht për shërbimin e prindërve të vetëm dhe familjeve në situatë vulnerabiliteti. Marku ndaloi se ushqyeri Pietrin dhe shikoi dokumentet. Ishin projekte arkitekturore, buxhete dhe një propozim i detajuar për ndërtimin e një pavioni të ri spitalor. Oliana, kjo është e pabesueshme, tha ai, duke shfletuar letrat. Por duhet të kushtoj një pasuri. Kushton, konfirmoi ajo. Por është pikërisht lloji i investimit që unë dua të bëj tani që kam vendosur të ndryshoj fokusin e kompanisë. Marku shikoi më me vëmendje dokumentet dhe ndaloi kur pa diçka që e la pa frym. Në kokën e projektit shkruaj, pavioni pediatrik Ana Aliu. Ti do t'i japësh emrin e anës pavionit, pyeti ai, me zërin e mbytur. Nëse ti më lejon, tha Oliana butësisht. E di që mund të duket mendjemadhësi, por Ana përfaqëson diçka të rëndësishme për mua. Ajo përfaqëson llojin e dashurisë pa kushte që të transformoj ty në baban që je sot. Marku ndjeu lotët t'i formoheshin në sy. Pietri kishte mbaruar biberonin dhe po flinte në krahët e tij, i pavetëdijshëm për momentin emocional që shpalosej rreth tij. Pse po e bën këtë? Pyeti Marku, ende duke përpunuar madhësinë e propozimit. Oliana hezitoi para se të përgjigjej, sikur po vendoste sa të zbulonte. Sepse unë e kuptoj se çfarë është të humbasësh dikë thelbësor. Dhe unë e kuptoj se çfarë është të ndihesh i papërshtatshëm për të kujdesur për një fëmijë. Ti the se je kujdesur për një foshnjë më parë, tha Marku butësisht, duke kujtuar bisedën në avion. Oliana mori frym thellë, qartazi duke luftuar me kujtime të vështira. Unë kam pasur një djalë, tha më në fund. Teo. Ai jetoi vetëm 3 ditë. Heshtja që pasoi ishte e ngarkuar me një dhimbje të përbashkët që nuk kishte nevojë për fjalë. Marku zgjati dorën e lirë dhe shtrëngoi dorën e Olianës, duke i ofruar ngushëllimin e heshtur që ajo i kishte ofruar atij në atë natë të parë. Ai kishte një gjendje gjenetike të rrallë, vazhdoi Oliana, zëri i mbytur. Mjekët thanë se nuk mund të bëhej asgjë. Por unë gjithmonë jam pyetur nëse do t'i kisha vënë re shenjat më herët, nëse do të kisha insistuar për më shumë ekzaminime. Oliana, ti nuk mund ta fajsosh veten për diçka që ishte jashtë kontrollit tënd, tha Marku. Logjikisht, e di këtë, pranoi ajo. Por zemra nuk kupton logjikën. Për vite me radhë, unë e varrosa këtë dhimbje në punë, në ndërtimin e kompanisë, në kërkimin e kontrollit mbi gjithçka që mund të kontrolloja. Dhe kur e pe Pietrin në avion, pash të gjitha mundësitë që nuk i pata kur me Teon, tha Oliana, lotët më në fund i rridhnin në përfaqe. Pash një baba që kujdesej aq shumë sa ishte i gatshëm të kalonte çdo siklet për të qetësuar djalin e tij. Pash një foshnjë që kishte nevojë për kujdes që unë mund të ofroja.
Dhe për herë të parë në vite, ndjeva se mund të bëja diçka që vërtet kishte rëndësi. Marku e vendosi Pietrin me kujdes në krevatin portativ që Oliana kishte sjell disa javë më parë dhe u kthye tërësisht drejt saj. Dhe ti e bëre, tha ai. Ti na shpëtove mendjen atë natë, sigurove që Pietri të merrte trajtimin që i duhej dhe tani do të krijosh diçka që mund të ndihmojë qindra familje të tjera. Por para se të pranosh këtë propozim, tha Oliana, duke u mbledhur paksa, unë duhet të të bëj një pyetje të sinqertë. Marku priti, duke kuptuar se kishte diçka tjetër. A je gati që unë të jem një prani konstante në jetën e Pietrit? Sepse nëse do ta bëjmë këtë, nëse do ta krijojmë këtë pavion në emër të Anës, unë dua të jem vërtet e përfshirë. Unë dua të jem pjesë e jetës së tij në një mënyrë domethënëse. Pyetja e zuri Markun në befasi, jo sepse nuk e kishte menduar, por sepse e detyronte të përballej me ndjenja që i kishte shmangur. Çfarë saktësisht po më pyet? Po të pyes nëse do të pranoje që unë të isha një lloj mami e dytë për Pietrin. Dikush që të jetë e pranishme për momentet e rëndësishme, që të ndihmojë me vendimet e vështira, që të jetë një figurë femërore e qëndrueshme në jetën e tij. Marku shikoi Pietrin duke fjetur paqësisht në krevat. Dhe çfarë fiton ti nga kjo? Mundësinë për të qenë nëna që nuk arrita kur të isha për Teon, tha Oliana me sinqeritet brutal. Mundësinë për t'i ofruar Pietrit llojin e dashurisë dhe kujdesit që nuk mund t'ia jepja djalit tim. Marku u ngrit dhe shkoi te dritarja, duke vëzhguar lëvizjen e rrugës jashtë ndërsa përpunonte propozimin. Ishte shumë më tepër se sa financim për një pavion spitalor. Ishte Oliana që kërkonte të bëhej pjesë integrale e jetës së tyre. Ti po më ofron mundësinë për t'i dhënë Pietrit diçka që unë kur nuk do të mund t'ia jepja vetëm, tha më në fund, duke u kthyer për ta parë. Një figurë amtare. Dhe ti po më ofron mundësinë për të përjetuar amësinë në një mënyrë që nuk mendoja kur se do të ishte e mundur përsëri, u përgjigj Oliana. Marku u kthye në divan dhe u ul pranë saj. Ka një kusht. Cili? Nëse do ta bëjmë këtë, nëse ti do të jesh një prani konstante në jetën e Pietrit, atëherë ti duhet të ndalosh së përpjekuri të kujdesesh për gjithçka vetëm. Ne jemi një ekip tani dhe ekipet ndajnë përgjegjësitë dhe vendimet. Oliana buzëqeshi përmes lotëve. Kjo përfshin të lë të paguash pjesën tënde të shpenzimeve të Pietrit? Kjo përfshin gjithçka, konfirmoi Marku. Shpenzimet mjekësore, vendimet për edukimin, madje edhe projektin e pavionit spitalor. Nëse do ta bëjmë këtë së bashku, e bëjmë gjithçka së bashku. Marrëveshja u bë, tha Oliana, duke i zgjatur dorën. Marku i shtrëngoi dorën, por në vend që ta lëshonte, e tërhoqi për një përqafim. Mirë se erdhe në familje, murmuriti ai. Kur u ndan, Pietri ishte zgjuar dhe i vëzhgonte me sytë e tij të mëdhenj kurioz. Oliana u ngrit dhe e mori në krah, dhe Pietri menjëherë u ngjesh pas saj. Përshëndetje, dashuria ime, tha ajo butësisht. Teta Oliana do të qëndroj pranë për shumë kohë. Marku vëzhgoi skenën duke ndjerë një përzierje mirënjohjeje, shprese dhe një dashurie që po rritej në një mënyrë që ai nuk e kishte imagjinuar kur se ishte e mundur. Nuk ishte e njëjta dashuri që kishte ndjerë për Anën, por ishte reale, e thellë dhe transformuese. Dhe për herë të parë që nga largimi i Anës, Marku e lejoi veten të besonte se e ardhmja mund të ishte edhe më e mirë se e kaluara që kishte humbur. Muajt në vijim sollën një transformim gradual, por të thellë në jetën e të treve. Oliana kishte refuzuar bashkimin dhe kishte ridrejtuar investimet e kompanisë së saj drejt projekteve sociale, duke filluar me pavionin pediatrik Ana Aliu. Projekti ishte në zhvillim, me parashikim për inaugurim pas 6 muajsh, dhe tashmë kishte gjeneruar interes nga spitalet të tjera për iniciativa të ngjashme. Marku, nga ana e tij, kishte zbuluar një version të ri të vetes si baba. Me Olianën që ndante përgjegjësitë, ai ndihej më i sigurt dhe më pak i mbingarkuar. Pietri, tani 15 muajsh, kishte bërë hapat e tij të parë në dhomën e ndenjes së Markut, me Olianën që festonte pranë sikur të ishte djali i saj. Rutina që kishin vendosur funksiononte si një valle e mirë provuar. Oliana vinte çdo të martë dhe të enjte pas punës dhe kalonte fundjavat me ta. Ajo kishte mësuar të bënte puret e preferuara të Pietrit, e njihte rutinën e tij të gjumit më mirë se shumë nëna biologjike, dhe Pietri Qartazi e njihte si një figurë sigurie dhe afeksioni. Ishte një mëngjes e hënë kur gjithçka ndryshoi. Marku ishte në punë kur mori një telefonat që do të ndryshonte rrjedhën e jetës së tyre. Marku Silva, pyeti një zë profesional në anën tjetër të linjës.
Po, jam unë. Këtu është Kiara Salihu nga Tek System Zgjidhje. Do të doja të bisedoja me ju për një mundësi pune. Marku rudhi ballin. Nuk kishte dëgjuar kur për kompaninë, por emri tingëllonte mbresëlënës. Çfarë lloj mundësie? Jemi një kompani teknologjie në zgjerim dhe po kërkojmë një koordinator teknik për filialin ton të ri në Tiranë. Profili juaj na tërhoqi vëmendjen përmes disa projekteve që keni zhvilluar në qendrën e serverave. Marku u drejtua në karrige. Koordinator teknik? Sakt. Do të ishit përgjegjës për të udhëhequr një ekip prej 10 teknikësh për të implementuar sisteme të reja dhe për të mbikëqyrur projekte të mëdha infrastrukturore. Paga fillestare do të ishte 3 fishi i asaj që fitoni aktualisht me plan karriere të strukturuar. Marku ndjeu zemrën t'i shpejtoi. Ishte lloji i mundësisë që ai kishte ëndërruar, por kur nuk kishte menduar se ishte e mundur. Cilat do të ishin kërkesat? Përkushtimi plot, disa udhëtime të herpashershme dhe disponueshmëri për orare të zgjatura kur është e nevojshme. Ne e dim që keni një fëmijë të vogël, prandaj ofrojmë një plan shëndetësor familjar të shkëlqyer dhe ndihmë për çerdhe. Marku falenderoi dhe caktoi një takim për javën tjetër, por mendja e tij tashmë po vraponte me implikime. Ishte një mundësi që mund të garantonte të ardhmen financiare të Pietrit, por gjithashtu do të thoshte më pak kohë në dispozicion për të qenë me të. Dhe si do të ndikonte kjo në dinamikën që kishin ndërtuar me Olianën? Atë natë, kur Oliana erdhi për të ndihmuar me Pietrin, Marku vendosi t'i tregonte për propozimin. Kjo është e mrekullueshme, bërtiti ajo, vërtet e entuziazmuar. Është pikërisht lloji i njohjes që ti meriton. Ti mendon? Pyeti Marku, i befasuar nga reagimi pozitiv. Unë mendoja se do të shqetësoheshit se si do të ndikonte kjo në rutinën tonë. Oliana ndaloi së luajturi me Pietrin dhe e shikoi seriozisht. Marku, unë kur nuk do të qëndroj në rrugën e rritjes tënde profesionale. Nëse kjo mundësi është e mirë për ty dhe për Pietrin, atëherë duhet të gjejmë një mënyrë për ta bërë të funksionojë. Por do të thotë më pak kohë së bashku, orare më të komplikuara. Dhe gjithashtu do të thotë siguri financiare për Pietrin, mundësi më të mira për të ardhmen e tij dhe përmbushje profesionale për ty, e ndërpreu Oliana. Janë kompensime që çdo familje i bën. Fjala familje jehoi mes tyre. Në muajt e fundit, ata kishin filluar natyrshëm t'i referoheshin vetes në këtë mënyrë, por të dëgjonte Olianën ta thoshte kaq rastësisht ende e bënte zemrën e Markut të shpejtojë. Po ti, pyeti Marku. Si po shkon ristrukturimi i kompanisë? Fytyra e Olianës u errësua paksa. Mirë dhe keq. Projektet sociale po priten mirë, po arrim partneritete interesante, por ka një situatë që duhet të tregoj. Marku e vendosi Pietrin në rrethoren e lojrave dhe u kthye tërësisht drejt Olianës. Çfarë ndodhi? Ne morëm një propozim nga një konsorcium ndërkombëtar. Ata duan që kompania jonë të udhëheqë një projekt zgjerimi për 5 vende të Ballkanit. Do të ishte kontrata më e madhe në historinë e kompanisë. Kjo është fantastike, tha Marku, megjithse vuri re nga shpreha e Olianës se kishte diçka më shumë. Është fantastike, u pajtua ajo. Por do të kërkonte që unë të zhvendosesha në Kosovë për të paktën 2 vjet për të mbikëqyrur personalisht operacionet. Marku ndjeu sikur kishte marrë një grusht në stomak. 2 vjet? Të paktën. Ndoshta 3. Dhe nuk do të ishte e mundur të bëhej në distancë, kontrata specifikon mbikëqyrje fizike. Ata mbetën në heshtje për një moment, të dy duke përpunuar implikime. Pietri luante i gëzuar në rrethoren e lojrave, i pavetdijshëm për bisedën që po ndryshonte rrjedhën e jetës së tyre. Kur duhet të vendosësh? Pyeti Marku. Ata duan një përgjigje brenda 2 javësh. Marku u ngrit dhe shkoi te dritarja, duke vëzhguar rrugën ku Pietri kishte bërë hapat e tij të parë, ku kishin ndërtuar një rutinë që dukej e përhershme. Dhe çfarë do të bësh? Nuk e di, pranoi Oliana. Profesionalisht, është mundësia e jetës sime. Personalisht nuk mund ta imagjinoj të jem larg jush për kaq shumë kohë. Por ti nuk mund të refuzosh një mundësi të tillë për shkakun ton, tha Marku, duke u kthyer për ta parë. Pse jo? Pyeti Oliana. Ju jeni bërë gjëja më e rëndësishme në jetën time. Sinqeriteti në zërin e saj e bëri Markun t'i afrohej. Oliana, ti hoqe dorë nga bashkimi miliarder, ridrejtove të gjithë kompaninë tënde, krijove një pavion spitalor, ti nuk mund të heqësh dorë nga gjithçka për ne.
Unë nuk hoqa dorë nga asgjë, tha ajo me vendosmëri. Unë zgjodha atë që vërtet ka rëndësi për mua. Ka një ndryshim. Pietri filloi të ankoj duke sinjalizuar se ishte i lodhur. Oliana u ngrit automatikisht dhe shkoi ta merrte, duke filluar ta lëkunte butësisht. Po sikur të kishte një opsion të tretë, pyeti Marku, një ide duke filluar t'i formojë në mendje. Si ashtu? Po sikur Pietri dhe unë të vinim me ty? Oliana ndaloi se lëkunduri Pietrin dhe shikoi Markun me surprizë. Ti do ta bëje këtë? Pse jo? Mundësia ime e re e punës do të jetë ende këtu pas 2 vjetësh, dhe Pietri do të përfitojë nga njohja e kulturave të tjera, të mësuarit e shqipes që herët. Marku, ti po flet për ndryshim vendi, për të lënë gjithçka pas. Unë po flas për të mbajtur familjen tonë të bashkuar, tha Marku, duke befasuar veten me qartësinë e ndjenjave të tij. Ne të tre. Bashk. Oliana u ul rënd në divan, ende duke mbajtur Pietrin. Je vërtet i sigurt për këtë, Marku? Sepse nëse do ta bëjmë këtë, duhet të jetë një vendim që e marrim së bashku, plotësisht. Jam i sigurt se nuk dua të zbuloj si është të jetosh pa ty, tha Marku me sinqeritet. Dhe jam i sigurt se Pietri meriton të rritet me të 2 prindërit që kemi zgjedhur të jemi për të. 2 prindër, përsëriti Oliana butësisht, sikur po testonte fjalët. Kjo jemi ne, apo jo? Pyeti Marku. Nuk ka rëndësi që nuk jemi të martuar, nuk ka rëndësi si arritëm këtu. Ne të 2 jemi prindërit e tij tani. Oliana buzëqeshi dhe Marku pa lot që i formoheshin në sy. Ti ke të drejtë. Pikërisht kjo jemi ne. Ata qëndruan ulur në heshtje për një moment, ndërsa Pietri flinte paqësisht mes tyre, duke simbolizuar lidhjen që ishte formuar mes të treve. Atëherë ne do të shkojmë në Kosovë? Pyeti Marku. Nëse ti je i sigurt, tha Oliana. Sepse nga momenti që marrim këtë vendim, nuk ka kthim pas. Ne do të ndërtojmë një jetë krejtësisht të re, së bashku. Unë jam gati për këtë, tha Marku. Pyetja është, a je ti? Oliana shikoi Pietrin, pastaj Markun dhe më në fund buzëqeshi. Unë kam kaluar gjithë jetën duke ndërtuar gjëra vetëm. Është koha të zbuloj çfarë mund të ndërtoj me një familje të vërtetë. Marku mori dorën e lirë të Olianës dhe e shtrëngoi butësisht. Atëherë le të ndërtojmë diçka të pabesueshme. Atë natë, pasi Oliana u largua, Marku qëndroi zgjuar duke parë Pietrin që flinte, duke reflektuar mbi atë se si jeta mund të ndryshojë drejtim në mënyrë kaq të papritur. Pak më shumë se një vit më parë, ai ishte një baba i dëshpëruar dhe i mbingarkuar, duke luftuar për të mbijetuar çdo ditë. Tani, po planifikonte të ndryshonte vend me gruan që ishte bërë partnerja e tij në çdo kuptim të fjalës. Dhe për herë të parë që nga largimi i anës, Marku e lejoi veten të besonte se e ardhmja mund të ishte edhe më e mirë se e kaluara që kishte humbur. 6 muaj më vonë, Marku ishte sërish në një aeroport, por këtë herë përvoja ishte krejtësisht ndryshe. Pietri, tani gati 2 vjeç, luante me entuziazëm në krahët e Olianës, ndërsa prisnin hipjen për në Prishtinë. Kontrasti me atë natë fatale më shumë se një vit më parë ishte mbresëlënës. Pavioni pediatrik Ana Aliu ishte inauguruar 2 javë më parë, në një ceremoni emocionuese ku Marku dhe Pietri pren shiritin simbolik. Të shije emrin e anës të stampuar në hyrje të pavionit, duke ditur se do të ndihmonte qindra familje në situata të ngjashme me atë që ata kishin jetuar, ishte një nga momentet më domethënëse të jetës së Markut. Babi, fluturo, tha Pietri, duke treguar me gisht avionët në pistë përmes dritares së terminalit. Po, dashuria ime, ne do të fluturojmë, tha Marku, ende duke u mrekulluar me zhvillimin e gjuhës së Pietrit. Dhe këtë herë do të jetë një udhëtim shumë më i qetë. Oliana buzëqeshi. Fjala e fundit e famshme bëri shaka ajo, por kishte një qetësi në shprehjen e saj që pasqyronte se si jetët e tyre kishin gjetur ekuilibër. Muajt e fundit kishin qenë një rrugëtim emocional. Vendimi për të zhvendosur bashkë në Kosovë kishte qenë vetëm fillimi i një sër ndryshimesh praktike dhe emocionale që u ishte dashur të përballeshin. Kishte dokumente për të siguruar, një shtëpi për të gjetur në Prishtinë, çështjen e kujdestarisë ligjore të Pietrit për të zgjidhur dhe kryesisht biseda të vështira rreth asaj se çfarë saktësisht nënkuptonte të ishin një familje. Çështja e kujdestarisë kishte qenë veçanërisht delikate. Marku donte që Oliana të kishte njohje ligjore si nën adoptuese e Pietrit, por kjo kërkonte procese burokratike komplekse. Ishte Oliana ajo që sugjeroi një alternativë,
ajo do të adoptonte Pietrin ligjërisht pasi të vendoseshin në Kosovë, ku ligjet ishin më fleksibël për raste si i tyre. Marku, tha Oliana, duke ndërprerë mendimet e tij, ka diçka që dua të jap para se të hipim në avion. Ajo nxori nga çanta një paketë të vogël dhe ia dha Markut. Brenda ishte një varse argjendi me 3 figura të stilizuara të ndërthurura, 2 më të mëdha dhe një e vogël në mes. Përfaqëson familjen tonë, shpjegoi Oliana. Mendova se mund ta përdorje bashkë me varsen e anës. Marku mori varsen që e mbante gjithmonë me vete, atë që ana i kishte dhënë para se të largohej. Për një moment hezitoi. Të përdorte të dyja varset së bashku dukej se simbolizonte diçka të thellë rreth asaj se si e kaluara dhe e tashmja mund të bashkëjetonin. Ana do ta miratonte, tha ai më në fund, duke i vendosur të dyja varset në qafë. Ajo gjithmonë thoshte se dashuria nuk zvogëlohet kur ndahet, vetëm shumë fishohet. Pietri zgjodhi këtë moment për të ushtrirë në krahët e Olianës dhe për të prekur varset në qafën e Markut. Shkëlqen, bërtiti ai, i magjepsur nga reflektimi i dritës në metal. Po, dashuria ime, shkëlqen, u pajtua Marku, duke e marrë Pietrin në krah. Kur më në fund hipën në avion, Marku vuri re se disa njerëz i njohën. Historia e drejtueses që kishte lënë një bashkim miliarder për të krijuar një pavion spitalor ishte bërë një frymëzim kombëtar, dhe fotot e familjes jo konvencionale që ata formonin qarkullonin her pas here në rrjetet sociale. Por këtë herë, shikimet ishin të admirimit dhe dashurisë, jo të kuriozitetit invaziv. Një stewardess ju afrua kur ata po vendoseshin në klasën e parë, një përmirësim kortezie nga kompania e Olianës. Ju jeni familja e pavionit pediatrik Ana, apo jo? Pyeti stewardesa me një buzëqeshje të ngrohtë. Po, jemi, konfirmoi Oliana. Motra ime e çoi djalin e saj atje javën e kaluar. Ajo tha se nuk ishte trajtuar kurrë me kaq dashuri dhe profesionalizëm. Ju po ndryshoni jetë. Pasi stewardesa u largua, Marku shikoi Olianën. A pendohesh që hoqe dorë nga aq shumë para për të bërë këtë? Shiko rreth teje, Marku, tha Oliana, duke treguar me gjest Pietrin, i cili ishte i magjepsur me të gjitha butonat dhe ekranet e ndenjëses së klasës së parë. Unë po udhëtoj me familjen time për të filluar aventurën më të madhe të jetës sime profesionale dhe personale. Nëse kjo nuk është sukses, nuk di çfarë është. Fluturimi kaloi krejtësisht ndryshe nga ai udhëtim i parë. Pietri flinte qetësisht për orë të tëra, u zgjua i qetë dhe i gëzuar, dhe magjepsi pasagerët e tjerë me personalitetin e tij të gëzuar. Marku dhe Oliana shfrytëzuan kohën për të biseduar për planet për Prishtinën, për shtëpinë që kishin zgjedhur, për shkollën ndërkombëtare ku do të studionte Pietri. Ishte gjatë afrimit për ulje që ndodhi momenti më zbulues i udhëtimit. Pietri ishte zgjuar, duke parë nga dritarja dritat e qytetit që shfaqeshin poshtë, kur papritur u kthye nga Oliana dhe tha qartë, "Mami." Heshtja që pasoi ishte e ngarkuar me emocion. Oliana shikoi Markun me lot në sy, qartazi e befasuar dhe e prekur nga fjala që Pietri kishte zgjedhur të përdorte. "A mund të më thërras kështu?" pyeti ajo me zë të ulët. Marku ndiu një val dërmuese dashurie dhe mirënjohjeje. "Ti je nëna e tij," tha thjesht. "Në çdo kuptim që ka rëndësi." Pietri, i pavetëdijshëm për thellësinë e momentit që kishte krijuar, e ktheu vëmendjen te dritarja, duke treguar me entuziazëm dritat jashtë. Kur avioni ul në Prishtinë, Marku shikoi rreth kabinës dhe kujtoi atë natë të parë, kur ishte i dëshpëruar dhe i vetmuar, duke luftuar për të qetësuar një foshnjë që qante. Tani ishte i rrethuar nga dashuria, duke shkuar drejt një jete të re që ishte ndërtuar mbi themele të forta besimi, shoqërie dhe përkushtimi reciprok. "Gati?" pyeti Oliana, duke rregulluar Pietrin në krah. "Më shumë se gati," u përgjigj Marku. Ata zbritën nga avioni si një familje e plot, duke përballuar të ardhmen me një besim që ishte fituar përmes sfidave të përbashkëta, dhimbjeve të ndara dhe gëzimeve të shumë fishuara. Në muajt që pasuan në Prishtinë, ata zbuluan se kishin të drejtë për të qenë më të fortë së bashku. Projekti ndërkombëtar i Olianës ishte një sukses i bujshëm, duke vendosur standarde të reja për përgjegjësinë sociale korporative në të gjithë Ballkanin. Marku gjeti mundësi profesionale që nuk i kishte imagjinuar kurrë, duke punuar si konsulent i pavarur për disa kompani teknologjike. Pietri lulëzoi në mjedisin multikulturor, duke mësuar shqipen po aq natyrshëm sa edhe portugalishten, duke bërë miq të kombësive të ndryshme dhe kryesisht
duke u rritur i rrethuar nga dashuria e pakushtëzuar e dy prindërve që kishin zgjedhur me vetdije të ishin një familje. Një vit pasi kishin mbërritur në Prishtinë, në një fluturim kthimi për në Shqipëri për të inauguruar pavionin e dytë pediatrik Ana Aliu, Marku shikoi Olianën dhe Pietrin duke fjetur krah për krah dhe e dinte me siguri absolute se kishin marrë të gjitha vendimet e duhura. Ata nuk ishin më fragmente të thyra që përpiqeshin të mbijetonin çdo ditë. Ishin një strukturë solide, e ndërtuar mbi baza dashurie të vërtetë, respekti reciprok dhe angazhimi të përbashkët për të vënë gjithmonë mirëqenien e Pietrit në radhë të parë. Dhe kur Pietri të rritej dhe të pyeste se si ishte formuar familja e tij, ata do të kishin historinë më të bukur për të treguar, për një takim të rastësishëm në një fluturim nate, për të panjohur që u njohen në dhimbjen e njëri tjetrit, dhe për atë se si dashuria mund të lindë në vendet më të papritura dhe të transformojë jetë në mënyra që askush nuk mund t'i parashikonte. Ishte një histori për shanset e dyta, për guximin për të zgjedhur dashurinë në vend të frikës, dhe për atë se si ndonjëherë familjet më perfekte janë ato që zgjedhim të krijojmë, jo ato në të cilat lindim. Aeroporti i Prishtinës ishte një vorbull aktiviteti kur ata zbritën, por Marku ndjente një qetësi të thellë që kontrastonte me agitacionin përreth. Pietri flinte qetësisht në krahët e Olianës, i raskapitur nga udhëtimi por dukshëm i qetë. Nuk kishte paparazi këtë herë, vetëm perspektiva e një jete të re që hapej para tyre. Si ndihesh? Pyeti Oliana ndërsa ecnin drejt zonës së bagazheve. Marku shikoi përreth, duke thithur tingullin e bisedave në shqip, fytyrat e ndryshme, arkitekturën dalluese të aeroportit. Sikur jemi pikërisht aty ku duhet të jemi, u përgjigj sinqerisht. Shtëpia që kishin zgjedhur ndodhej në një lagje të qetë të Dardanis, me rrugë të pemëzuara dhe një park pranë ku Pietri mund të luante. Gjatë rrugës me taksi, Marku vëzhgoi Olianën që tregonte diskretisht pika të ndryshme të qytetit për Pietrin, i cili ishte zgjuar dhe vëzhgonte gjithçka me magjepsje. Shiko, Pietri, tha ajo butësisht, duke përdorur shqipen që kishte praktikuar. Kjo do të jetë shtëpia jonë e re. Pietri përsëriti disa tinguj, duke u përpjekur të imitonte fjalët, dhe Marku buzëqeshi kur vuri re se sa natyrshëm djali i tij po përthithte mjedisin e ri. Shtëpia ishte perfekte për të tre. Oliana ishte siguruar që të kishte një dhomë të gjerë për Pietrin, me dritare të mëdha që shikonin në një kopsht të vogël por të mirë mbajtur. Dhoma kryesore ishte përgatitur në mënyrë diskrete me dy shtretër të ndarë, duke respektuar ritmin natyror me të cilin po evoluonte marrëdhënia e tyre. Në ditët e para, ata vendosën një rutinë të re. Oliana dilte herët për në zyrat e projektit ndërkombëtar, ndërsa Marku qëndronte me Pietrin duke eksploruar lagjen dhe duke u njohur me qytetin e ri. Pas dite, kur Oliana kthehej, të tre darkonin së bashku dhe kalonin mbrëmjet duke organizuar shtëpinë, duke luajtur me Pietrin, ose thjesht duke biseduar se si po përshtateshin. Ishte në natën e tretë që Marku vuri re një ndryshim delikat të Oliana. Ajo ishte më e qetë se zakonisht gjatë darkës, duke u përgjigjur pyetjeve për punën me përgjigje të vagullta. A ndodhi diçka sot? Pyeti Marku pasi e vendosën Pietrin në gjumë. Oliana hezitoi para se të përgjigjej. Projekti po shkon më mirë se sa prisnim. Shumë më mirë. Kjo nuk duhet të jetë diçka e mirë? Është diçka e shkëlqyer, tha ajo, por shpreha e saj nuk përputhej me fjalët. Aq e mirë sa duan të zgjerojnë fushën. Të shtojnë edhe 2 vjet në afatin kohor, të përfshin vende të tjera. Marku ndjeu një shtrëngim në stomak. Dhe kjo do të thotë që në vend të 2 vjetëve do të ishin 4. Ndoshta 5. Oliana u ul rënd në divan. Dhe që suksesi i projektit po tërheq vëmendjen ndërkombëtare. Ka propozime për të replikuar iniciativën në Evropë, në Azi. Marku u ul pranë saj duke përpunuar informacionin. Ti po më thua se jeta jon këtu mund të zgjatet pafundësisht. Po them se mundësit po shumë fishohen në një mënyrë që unë kur nuk e imagjinova, tha Oliana. Dhe që për herë të parë në karrierën time, unë nuk e di nëse dua t'i pranoj të gjitha. Pse? Oliana shikoi drejt dhomës së Pietrit, ku mund të dëgjonin zhurmat e buta që ai bënte duke fjetur. Sepse unë nuk e ndërtova këtë jetë që ajo të ishte vetëm një pushim mes projekteve profesionale. Unë e ndërtova këtë jetë sepse është jeta që unë dua të jetoj. Marku i mori dorën. Dhe çfarë jete do të jetosh? Dua të shoh Pietrin të bëj hapat e tij të parë në një park ku ai ndihet si në shtëpi, tha Oliana.
Dua t'i mësoj recetat e gjyshes sime, dua të jem e pranishme kur ai të bëj pyetje për jetën, për dashurinë, për humbjen. Dua të ndërtoj tradita familjare që ai t'i kujtoj kur të jetë i rritur. Dhe ti nuk mund ta bësh këtë nëse pranon propozimet e tjera? Mundem, pranoi Oliana. Por jo në të njëjtën mënyrë. Do të ishin më shumë udhëtime, më shumë kohë larg, më shumë presion. Dhe unë e kam jetuar këtë jetë. E di saktësisht si është, dhe e di që nuk është ajo që dua më. Marku studioi fytyrën e Olianës duke parë aty një grua që kishte gjetur prioritetin e saj të vërtetë. Atëherë cili është vendimi yt? Do ta përfundoj këtë projekt këtu, 2 vjetët që premtuam. Por pas kësaj, dua që të kthehemi në shtëpi. Dua që Pietri të rritet duke njohur rrënjët e tij, duke vizituar rregullisht pavionin Ana, duke kuptuar nga vjen dhe kush ishte nëna e tij e parë. Përmendja e Anës solli një valë emocionesh të papritura për Markun. Ti mendon se Ana do ta miratonte? Të gjithë këtë rrugë që kemi marrë? Oliana buzëqeshi butësisht. Marku, Ana të dha Pietrin. Ajo e dinte se ti do të ishe një baba i jashtëzakonshëm, edhe kur ti vetë dyshoje për këtë. Dhe nëse ajo do të mund të shihte si e ke rritur, si e ke hapur zemrën tënde për të lënë një tjetër person ta doj gjithashtu, unë mendoj se ajo do të ishte shumë krenare. Ndonjëherë ende ndjej faj, pranoi Marku. Për të qenë i lumtur pa të. Për të gjetur dashurinë përsëri. Ti mendon se Ana donte që ti të qëndroje vetëm për pjesën tjetër të jetës? Jo, u përgjigj Marku menjëherë. Ajo gjithmonë thoshte se dashuria ishte e vetmja gjë që shumë fishohej kur ndahej. Atëherë nuk ka faj për të ndjerë, tha Oliana. Ka vetëm mirënjohje që kemi gjetur njëri tjetrin në momentin e duhur. Ata qëndruan ulur në heshtje për një moment, duke thithur peshën e bisedës. Ishte atëherë kur dëgjuan Pietrin duke lëvizur në dhomë. Mami, thiri ai, duke përdorur fjalën që ishte bërë natyrale në ditët e fundit. Oliana u ngrit menjëherë. Do të shoh çfarë i duhet. Marku e vëzhgoi atë duke ecur drejt dhomës së Pietrit dhe zemra e tij u mbush me një mirënjohje të thellë. Jo vetëm për faktin se Oliana ishte bërë një nënë e përkushtuar për Pietrin, por për mënyrën se si ajo ishte transformuar në proces. Drejtuesja e ftohtë dhe llogaritse i kishte lënë vendin një gruaje të ngrohtë, të pranishme, që e vendoste familjen mbi çdo ambicie profesionale. Nuk mund të flesh, dashuria ime, dëgjoi Olianën të thoshte butësisht në dhomën tjetër. Babi, erdhi zëri i përgjumur i Pietrit. Babi është këtu gjithashtu, tha Marku, duke ju bashkuar atyre në dhomë. Pietri ishte ulur në krevat, qartazi i çorientuar nga mjedisi i ri. Marku e mori në krah ndërsa Oliana rregullonte batanien. Shtëpi e re, tha Pietri, duke përdorur pak fjalë që tashmë i zotëronte. Po, dashuria ime, shtëpia jonë e re, konfirmoi Oliana, duke i puthur ballin. Jona, përsëriti Pietri, dhe diçka në mënyrën si e tha fjalën bëri që si Marku ashtu edhe Oliana të buzëqeshnin. Ata qëndruan disa minuta në dhomë, të tre së bashku, derisa Pietri ra sërish në gjumë. Kur më në fund dolën, Marku vuri re se diçka thelbësore ishte konsoliduar mes tyre. Oliana, tha ai ndërsa ktheheshin në dhomën e ndenjes. Po, kur të kthehemi në Shqipëri, pas 2 vjetësh do të doja të martoheshim. Oliana ndaloi se ecuri dhe u kthye për ta parë. Marku. Jo nga detyrimi, as nga komoditeti, vazhdoi ai shpejt. Por sepse të dua. Jo në të njëjtën mënyrë si doja Anën, por në një mënyrë po aq të thellë dhe të vërtetë. Dhe sepse dua që Pietri të ketë sigurinë e të diturit se jemi një familje e vërtetë, ligjërisht dhe në çdo kuptim tjetër. Oliana mbeti në heshtje për një kohë të gjatë dhe Marku filloi të shqetësohej nëse kishte interpretuar gabim shenjat mes tyre. Je e sigurt? Pyeti ajo më në fund. Jam i sigurt se ti je personi më i mirë që ka hyrë ndonjëherë në jetën time, tha Marku. Jam i sigurt se Pietri të do si një nën dhe se ti e do atë si një djalë. Dhe jam i sigurt se dua që ne të jemi një familje zyrtare me të gjitha të drejtat, përgjegjësitë dhe angazhimet që kjo përfshin. Dhe nëse unë pranoj, ti premton se kur nuk do të ndihesh fajtor që po shkon përpara. Që kur nuk do ta krahasosh jetën tonë me atë që kishe me Anën. Unë premtoj, tha Marku solemnisht. Sepse Ana është pjesë e të kaluarës dhe historisë son, por ti je e tashmja dhe e ardhmja jon. Oliana ju afrua dhe e puthi butësisht.
Ishte puthja e parë romantike që ndan dhe ishte perfekte në butësinë dhe sinqeritetin e saj. Po, tha ajo kur u ndan. Kur të kthehemi në Shqipëri, unë dua të martohem me ty. Muajt që pasuan në Prishtinë ishin disa nga më të lumturit në jetën e Markut. Ai gjeti punë si konsulent i pavarur, duke i lejuar fleksibilitet për të kaluar kohë me Pietrin. Oliana udhëhoqi projektin ndërkombëtar me një kompetencë që impresiononte të gjithë, por gjithmonë sigurohej që pasditet dhe fundjavat të ishin të dedikuara familjes. Pietri lulëzoi në mjedisin multikulturor. Në moshën 2 vjeç e gjysmë, ai fliste shqip dhe portugalisht me të njëjtën rrjedhshmëri, kishte miq të kombësive të ndryshme në parkun lokal dhe ishte bërë një fëmijë i sigurt dhe shoqëror. Ajo që e impresiononte më shumë Markun ishte se si Pietri lundronte natyrshëm midis dy kulturave, duke përthithur më të mirën nga secila. Kishte sfida, sigurisht. Momente malli për Shqipërinë, vështirësi me burokracinë kosovare, disa diskutime rreth metodave të rritjes kur Pietri testonte kufi. Por çdo sfidë u përballua si një ekip dhe Marku vuri re se soliditeti i marrëdhënies së tij me Olianën rritej me çdo pengesë të kapërcyer së bashku. Pavioni Ana Aliu në Shqipëri vazhdonte të ishte një sukses dhe ata merrnin përditësime të rregullta rreth familjeve që po ndihmoheshin. Marku ndjente një kënaqësi të thellë duke ditur se dhimbja që kishin përjetuar po transformohej në diçka që lehtësonte vuajtjen e të tjerëve. Ishte gjatë një videokonference me ekipin e pavionit që Marku vuri re sa shumë ishin rritur si familje. Pietri luante në krahët e Olianës ndërsa ajo drejtonte takimin në portugalisht, her pas here duke bërë komente në shqip që bënin ekipin të qeshtë. Marku vëzhgonte nga pas duke ndjerë një dashuri pothuajse dërmuese për këta dy qenie njerëzore që ishin bërë jeta e tij. Babi, shiko, tha Pietri duke vrapuar te Marku me një vizatim që kishte bërë. Ishte qartazi një familje, 3 figura që mbanin duart me një diell të ndritshëm si për tyre. Shumë e bukur, dashuria ime, tha Marku, duke e marrë Pietrin në krah. Kush janë këta njerëz? Babi, mami, Pietri, tha djali, duke treguar çdo figurë. Dhe ku janë ata? Pietri mendoi për një moment. Shtëpi, tha më në fund, dhe Marku vuri re se për Pietrin, shtëpia nuk ishte një vend specifik, ishte aty ku ishin të tre së bashku. 2 javë para se të plotësonin 2 vjet në Prishtinë, Oliana mori telefonatën që prisnin. Kompania kishte arritur në përfundimin se projekti ishte një sukses i bujshëm dhe donte t'i ofronte Olianës një promovim për të udhëhequr zgjerimin global të iniciativës. Dhe, pyeti Marku atë natë, pasi Pietri shkoi të flinte. Dhe unë falenderova për mundësinë, por shpjegova se prioritetet e mia kishin ndryshuar, tha Oliana me një buzëqeshje. Që kisha një familje që më priste në Shqipëri dhe se ishte koha të kthehesha në shtëpi. Marku e puthi, duke ndjerë një mirënjohje të pamas që kishte gjetur një grua që kuptonte se suksesi i vërtet nuk matet vetëm me arritje profesionale. Pa pendime, pyeti ai. Asnjë, tha Oliana me vendosmëri. Unë kam ndërtuar një karrierë të jashtëzakonshme, por tani dua të ndërtoj një familje të jashtëzakonshme. Dhe kjo nuk mund të bëhet në distancë. Në javën e fundit në Prishtinë, ata u siguruan të vizitonin të gjitha vendet e veçanta që kishin zbuluar, parkun ku Pietri kishte bërë hapat e tij të parë në qytetin e ri, kafenen ku pinin çokoladë të nxehtë të dielave të dimrit, sheshin ku kishin mësuar Pietrin të ngjiste biçikletën. Do të na mungoj, tha Oliana një pasdite ndërsa vëzhgonin Pietrin duke luajtur me miq shqiptar për herë të fundit. Po, u pajtua Marku. Por marrim me vete gjithçka që vërtet ka rëndësi. Në natën para udhëtimit të kthimit, pasi e vendosën Pietrin në gjumë, Marku dhe Oliana qëndruan në balkonin e apartamentit, duke vëzhguar dritat e Prishtinës që shtrieshin deri në horizon. A e di çfarë më mbetet më shumë në mendje nga këta 2 vjet? Pyeti Oliana. Çfarë? Herën e parë që Pietri më thiri mami, unë ndjeva se po tradhtoja kujtimin e Teos, pranoi ajo. Sikur të pranoja të isha nëna e Pietrit, do të thoshte të harroja djalin tim të parë. Marku i mori dorën. Dhe tani? Tani kuptoj se dashuria nuk është tradhti. Që të kujdesesh për Pietrin nuk zvogëlon lidhjen time me Teon, ashtu si të dua ty nuk zvogëlon lidhjen tënde me Anën. Zemrat tona janë mjaftueshëm të mëdha për të mbajtur të gjitha dashuritë që kemi jetuar. Ana do të thoshte se dhimbja shndërrohet në dashuri kur gjen vendin e duhur për të rritur, tha Marku. Ajo ishte vërtet shumë e mençur, tha Oliana. Ishte.
Dhe ajo do të ishte e lumtur duke ditur se Pietri do të rritet i rrethuar nga kaq shumë dashuri. Ata qëndruan në heshtje, duke soditur qytetin që kishte qenë djepi i familjes së tyre përfundimtare. Nesër do të ishin në avionin e kthimit për në Shqipëri, ku do të martoheshin në një ceremoni të vogël në të njëjtën kapel ku ishin martuar Marku dhe Ana, një mënyrë për të lidhur të gjitha dashuritë e jetës së tyre. Pietri flinte në dhomën tjetër, ndoshta duke ëndërruar avion dhe udhëtime. Brenda pak orësh, ata do të ishin sërish në qiell, por këtë herë si një familje e plotë dhe e sigurt, duke u kthyer në shtëpi me sigurinë se kishin ndërtuar diçka të jashtëzakonshme së bashku. Dhe Marku e dinte se kur Pietri të rritej dhe të pyeste për historinë e tij, ata do të kishin rrëfimin më të bukur për të ndarë, se si dashuria mund të lindë nga dhimbja, si të panjohur mund të bëhen familje, dhe si ndonjëherë fundi më i përsosur është ai që askush nuk mund ta kishte imagjinuar në fillim. Fundi i historisë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Markut, Olianës dhe Pietrit t'ju ketë prekur zemrat, po aq sa na preku ne. Ky rrugëtim dashurie, kapërcimi dhe familjeje na kujton se takimet më domethënëse shpesh ndodhin kur më pak i presim, dhe se suksesi i vërtet qëndron në lidhjet njerëzore të sinqerta që ndërtojmë. Nëse kjo histori ju emocionoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton për më shumë rrëfime prekse që eksplorojnë bukurinë dhe kompleksitetin e jetës njerëzore. Lëshoni një pëlqim nëse besoni në fuqinë transformuese të dashurisë dhe na tregoni në komente cili moment i historisë ju preku më shumë. Gjeni listën tonë speciale me histori po aq tërheqëse këtu pranë, dhe mos humbisni përmbajtjet tona të ardhshme që premtojnë të emocionojnë dhe frymëzojnë. Deri në historinë tjetër që do t'ju ndryshoj ditën.